Granit Xhaka me shumë gjasa do të largohet në Bayer Leverkusenin pas 2 viteve qëndrim shumë të suksesshme në klubin gjerman. Sipas Telegrafit, bëhet me dije se purimet e afërta me lojtarin, si e thonë se Xhaka pas përfundimit të sezonit në Bundesliga u votuar drejt lindjes së mesme, më saktësisht drejt Arabisë Saudite ku edhe mund të vazhdojë karrierën nga vera. 32 vjeçari në klubin gjerman ka pak prej 2 milion euro neto në sezon, ndërsa transferimin në të njërin nga klubet e interesuara në Arabinë Saudite do të thotë se Xhaka do të fitojë mbi 10 milion euro në sezon, çka nënkuptonte kontratën më të mirë të jetës për të. Për shërbimet e mesfushorit në origjinë shqiptare interesohen 3 klube arabe. Palët janë në bisedime të avancuara, ndërsa Xhaka po shërton me shumë kujdes ofertat. Këtë edicion Xhaka ka zhvilluar 49 ndeshje zyrtare në të gjitha garat me fanellën e Bayer Leverkusen, teksa ka shënuar 2 gole dhe ka asistuar në 7 të tjerë.